Dhe ne sot do të flasim pak sa më ndryshe, të shikojmë edhe komunitetin rom, se sa janë të përfshirë në sistemin tonë, sa ka kujdes shteti ndaj tyre, se si i perceptojmë e të tjera. Dhe kujt I themi post tjetër, Gjengis Husejni, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Baktallo dive e Çibiako, Baktallo dive Çibiako. Që do të thotë gëzuar ditën e alfabetit rom sot. Gjengis më thuaj sa shkronja ka alfabeti rom? 34. 34, no? Dhe ndahet në shkronja latine edhe ata kirile. Kirile ashtu. Po. Është I vështirë për ta mësuar? Mendoj në përgjithësi. Edhe pse kemi informacione që gjua rome nuk është gjuhë zyrtare, apo edhe në përshkolla është si lëndë zgjedhore për ta mësuar, edhe në komunitetin rom, ku janë më të fokusuar konkretisht në lagjen e Shutkës, mos gaboj, ka shkolla ku komuniteti rom I frekuenton më shumë, por fatkeqësisht gjua rome është si lëndë zgjedhore. Me që me sa u informuam fatkeqësisht. Po, ashtu është. Paramendohet të jesh në komunën ku është shumica e komunitetit rom dhe gjua jote amtare është e zgjedhur. Është lëndë zgjedhore. Do të zgjedhësh, siç mund të zgjedhësh anglishten, gjermanishten apo italishten, mund të zgjedhësh edhe gjuhën rome, gjuhën tënde amtare. Duket paksa diskriminuese kjo ndaj komunitetit rom, apo ja? Unë mendoj se diskriminimi vjen nga romët. Nga vetë, po. Pse do thuash? Kjo nuk ndodh vetëm në komunitetin e tyre, kjo ndodh në çdo komunitet, ne jemi të këqit e vetës, kështu nëse themi me një fjalë. Edhe ne ashtu, po. Puna është ku ne s'kemi një bazë, ku për tani mund ta shikoni edhe statistika flet se shumica e romëve janë student në për të gjithë universitetet, edhe këtu në Maqedoni, edhe në Ballkan, edhe në Europë. Por mirë po, të gjithë shkojnë bon avokat, doktor, aktor skala, po mendoj se do të ketë. Kemi 2 aktorë kemi. 3 aktorë. 3 janë. Po, 3 aktorë. Sanela, Jeti, Gjengisi dhe Emra. Edhe Emra. Po. Është I punësuar Emra? Emra është punësuar po në teatrin për fëmijë. Në teatrin për fëmijë. Po. Edhe kemi regjisor. Edhe regjisor, Burhanin e kemi? Jo. Apo jo? Kemi tjetër. Kemi edhe një, po. Domethënë komuniteti prej Kumanove. Prej Kumanova. Orhani nga Kumanova. Po, Orhani nga Kumanova. Domethënë 3 por ato 3 asnjëri nuk punon në teatr. Po asnjëri nuk është në teatr. Në profesionin e tyre, po. Fatkeqësisht. Të flasim pak sa Gjengis duke I ditur gjithë këto rrethana që na I the, komuniteti rom gjatë gjithë kohës, qoftë edhe fëmijëria jote, ke qenë pak më I distancuar si fëmijë, gjithmonë ke qenë I etiketuar ose I bullizuar, ta quajmë në këtë kohën e sotme, sepse zakonisht shumica e fëmijëve mundohen që t'i bullizojnë ata të pakicës, fatkeqësisht, je ndjerë shumë I bullizuar nga shoqëria, ti na vjen nga Tetova, mos gaboj. Tetovar, ja. Po, je Tetovar. Dhe fëmijëria jote, dhe si arrite që konkretisht të studiosh teatr? Kështu, me pika të shkurta ta flasim këtë. Për fat s'kam qenë I diskriminuar, se kam jetuar në një lagj ku jam rritur me Maqedon, shqiptar dhe turk, dhe kam qenë I barazuar. Po, tani e ndjekoj atë diskriminimin kur jam I rritur, kur kam familja, ashtu që vetja e tregon se po mos isha I diskriminuar, do të isha ku duhet të jem, sipas diplomës që I kam. Domethënë, pasi e përfundove Akademinë e Arteve të bukura, aktrimi konkretisht, kishe bindje që dikur do punësohesh në një teatr apo në ndonjë film, por siç po thua ti, po e ndjen diskriminimin që po të bëhet, të flasim. Pse thua Gjengis që më parë nuk e ke ndjerë në diskriminimin, mirë po tash po ndjen. Cila është problematika tash të shoqërisë më e mirë? Ndoshta që ndjen edhe pak ke fëmijë, nëse nuk gabohem, familje po. E ndjen ndryshimin nga fëmijëria jote në fëmijërinë e fëmijëve tu? Po shifë ndoshta ka një fat familja jem, që shoqën e kam doktor, është specialist internist, unë ashtu aktor, dhe fëmijët ashtu I rritim siç I rritim normal. Dhe këtu qëndron problemi që mendoj tash, pse jetoj edhe në Shkup për momentin,
dhe ala nuk di për fëmijët të mi që ndoshta do t'jenë. Ndoshta do t'jenë, nuk thëm se jo. Por ti mundohesh me sakrificë që të mos e përjetojnë ata. Edhe çdo herë jam kur kemi kohë për bisedë me djalin 19 vjeçare kam Nezir. Edhe çdo herë i them se ai duhet të jetë krenar me atë që është si unë dhe si mamaja e tij, por edhe kur do të jetë në ndonjë situatë ndryshme, të bëhet krenar dhe ta fuset, ta provojë si të krijojë një lojë. Ta merr me shaka, ta merr me sportivitet. Edhe ai çdo herë më thot, po pse ashtu? Edhe tani ai është ala fëmijë, por do ta kuptoje kur do të rritet. Si unë se kuptova ashtu që kur folshim për diskriminim, unë tesha çaro diskriminim. Se kuptoje. Se kuptoje. Se ishe i barabartë. Po tani e ndjen. Deri në fakultet. Por bazë diplomimit. Bazë diplomimit fillove që ta ndjesh ato mos profilin mbyllen të gjitha dy. Më thuaj si e ndjen njerëzit kur u thua që jam aktor dhe a ndjen paragjykime ata në shikim të parë kur të shohin. Kur thon, e kupton? Domethënë i thua dikujt që jam aktor, me njerë të gjykon si e rompt. Ka kështu, ke patur raste? Para se të jep përgjigjen, unë e di që Gjingizi në këtë rast është i privilegjuar sepse din shumë gjuhë. Gjingizi din gjuhën maqedone e flet mirë, gjuhën rome e flet mirë, gjuhën shqipe e flet shumë mirë. Pikërisht. Edhe gjuhën angleze e flet mirë, kështu që ka Pikërisht. një armë shumë të fortë. Jo shumë Edhe aktor. sërbe tani. Edhe gjuhën serbe, po e mëson. Jo shumë nga aktorët mund të performojnë në shumë gjuhë të ndryshme. Te kjo është arma më e fortë e Gjingizit. Pikërisht. Por arma ime, shargjeri im është pa plumb. Pa plumba, por me edukat mbi të gjitha, po themi, po me edukat. Më thuaj, paragjykimet, si të shikoj njerëzit kur u thua që jam aktor? Qof komuniteti maqedon, qof shqiptar, qof turk, apo edhe romëve nëse u thua thot aktor, thot duke ditur se sa diskriminuar jemi në këtë shtet, të qa pati ky. Ka kështu raste? Ke patur? Ka pasur, po jo direkt. S'kan qenë direkt, sepse çdo herë nuk jap guxim. Nuk jep hapësirë dikujt që të flet përballë teje, po. Të bazë se çdo herë them, okay, tu jemi, ato jemi dhe kështu. E tani puna është do ta tregoj një rast që ndodh në teatr për fëmijë në Shender, në Shkup, po, ku ishte edhe ty Bajru Shmjaku, përshëndetje për babën e teatrin, maestro. Ku kam luajtur në një monodram, Rahim Burhani, ka qenë edhe... është një regjisor i njohur rom që jeton dhe vepron në Gjermani. Po. Dhe situata ishte shumë interesant. Okej, ti je aktorje, okej, do atë rokiti, por pyetja është pse nuk jam në teatr? Pas ti talenti, unë nuk e di talentin tim se më flas për vetin se jam, por më gjykojnë të tjerët, audienca të tjerë, po. Duhet të rokitje të jep, i merr me sinqeritet, emocione, kritikat i ke. Edhe aty pastaj ndodhet një ka pasur shumë momente kur flas me vetin, tham okay, stop, e mendoj se është të mirë me diçka tjetër. Edhe do njerë vinë situata, them, okay, diploma e fakultetit tim si aktor, veç mund të avarë në toalet, realisht. Vjen shumë keq që flas këtë, por... Sepse është ajo thyerja shpirtërore që e detyron njeriu që ta fletë këtë, edhe pse ka kaluar gati 4 vite studime, sakrificë, djers, peripeci të ndryshme që i ka tejkaluar dhe vjen dita që të dëshpërohet njeriu. Unë shpresoj që mos thyesh. Po edhe dini edhe vetë se ne jemi gjenerata e parë në fakultetin e... Kur u zyrtarizu. Ashtu. Ti si universiteti zyrtar, ndërsa unë kam qenë kur ishte ilegal që në kohën. Po? Edhe kemi qenë me kolegun tim, Filip Petrovski, si ekste? Filip Filipi i shkurti, po që është një aktor maqedon, po? Ai ishte me ne në klasë dhe ne ishim me Filipin shembulli si duhet të lozet Shakespeare. Nga ana e profesorit dhe nga ana profesorët e tjerë në fillim, por ta çdo herë edhe Zvezdo po të kujtohet
unë isha Po. Zvezda Po. fakultet. Zvezda, ylli i fakultetit, i talentuar shumë i talentuar, se kam patur rastin të shikoj edhe disa shfaqje të Xhengizit, por fatkeqësisht janë këta çështjet administrative dhe politiko të çuditshme, që dhe shpresoj që një ditë ti ndjekësh gjitha konkurset që ka Xhengiz dhe të jesh aty ku e ka vendin, sepse për momentin punon punë të Sikur të funksionojnë konkurset ashtu siç duhet të funksionojnë. Të shpresojmë të funksionojnë, Shpresojmë të funksionojnë. Më thuaj, të flasim pak sa edhe për alfabetin, me që sot është dita e alfabetit. Po, mirë, po, në duhet pak të potencoj edhe që është aktivist, pra është në një post mjaft të rëndësishëm dhe është aktivist që gjithmonë mundohet të jetë zëri të drejtave të Romëve. Më thuaj, cila është sot gjendja e komunitetit Rom në Maqedoni, si e sheti nga këtë mbështrim jot, nga të gjitha luftrat që i ke bërë si aktivist dhe temat që i ke trajtuar? Po, tani për tani, si cila luftë që i kam luftuar, kam dalë si fitues luftës. Pse? Kemi edikuar shumë fëmijë që edhe kam punuar si program menaxher për kulturë në shoqatën Sonce, dhe ashtu kemi fituar shumë fëmijë që tash janë të diplomuar. Nuk mund t'i shemi Romët se me shkollë fillore dhe kaq. Jo, po duhet t'i stimulojmë që të vazhdojmë. Edhe tash kemi një numër që është e çuditshme, mendoj për jo Romët, sepse numri ka shkuar 200% lart. Prej Shqipëri, Serbi, Kosovë, Bosna, Kroaci dhe disa pjesë ku jetojnë në Europë, Romët. Kemi shumë profesionalista, por unë thash problemin ku prap do të kthejmë. Problemi është tek ne, se zgjuha jonë duhet të jetë zyrtare në shkollë. Por si, kur do të mbledhemi të gjithë, edhe kur do të japim disa urdhra, për shembull, unë të shkoj në matematikë, gjuha shqipe. Të nxjerrim kuadro, nxjerrim një kuadro që nesër pas nesër mund ta përfaqësojmë, po shumë e mirë. Kur do të tregojnë, jo po ju s'keni kuadër, jo ne kemi kuadër, ja ku e kemi dhe ashtu. Kështu që mund të ndryshojnë edhe paragjykimet shumëta për komunitetin rom. Që emancipimi është mjaft i rëndësishëm, në çfarë do aspekti është e drejta juaj që të studioni dhe të mësoni në gjuhën tuaj amtare, se sidomos në komunën ku ju jetoni dhe shumica, siç e potencuat, është komuniteti rom. Më interesante të di se përmende, domethënë, në Romët gjithandej në për Europë që jemi, ose këtu në Ballkane dhe në Europë, a është gjuha e njëjtë gjithandej Xhengis apo ndryshon apo ka dialekte dhe gjuha rome? Gjuha rome ka mbi 64 dialekte. 64 dialekte. Mbi 64. Mbi 64. E tash, ne që jemi në Maqedoni, në Ballkan, mund të miremi vesh. Do më thënë me ata Romët në Tiranë, të themi, në Greqi, në Kosovë, gati identike është gjuha. Ne Romët nuk ndryshon, po, sepse ne jemi një komunitet ku asimilohemi shumë frikë. Shumë shpejt. Shumë shpejt, po. Dhe, për shembull, unë ka pas një rast kur kam qenë në Poland, dhe ishin Rom, por asgjë nuk mirsha vesh. Edhe bile kemi flasur në gjuhën rome. Do më thënë, bisedoni gjuhën rome dhe nuk mireshit vesh. Nuk kuptueshëm, po pastaj filluam të flasim në gjuhën angleze, po, sepse do t'jetë së shpejti edhe gjuhë zyrtare e gjithë globit, siç duket. E tash ndahet në dy pjesë gjuha rome. Latino dhe Çirilicë. E tash latino. Ne jemi në atë mesin ku ndahet mes latinishtes edhe Çirilicës? Urdhon? Ne jemi në atë mesin, vijën e mesit si ne jemi Maqedonia. Ne jemi Maqedonia, po, në atë vi, në midis jemi. Disat janë në Çiril, disat janë në Latino. E tash fakti që në Brazil dhe Turqi dhe Argentinë kanë shumë rom, po mirë, po një pjesë të romëve në Turqi mund të miremi veç. Po me brazilianët, Argentinës, nuk miremi veç. Pse? Për shembull, mund ta shikoni dhe rastin në Maqedoni, kur
ka disa romë që flasin në gjuhën rome, por përdorin disa fjalë Kuazime maqedone. Maqedone. Për shembull. Ajo ndodh Edhe me ajo shumë është gjuhë tjera. asimilimi ku, Edhe- për shembull, ato që nuk e njohin Maqedonin, gjuhën Maqedonas, E përdorin si fjali, domethënë për të si fjali, zëvendësuar, po, edhe nuk mund të kuptohemi për shembull me me ata në Tiranë. jo, themi. me Tiranë mund të Po, kuptohemi. me gjuhën slave për shembull, Me që se po, përdoren do po, fjalë, po, nuk mund, po. por mund të gjehet një mes për Shiko, kjo ndodh edhe me gjuhën Interesante turke në Maqedoni, shumë nga qytetarët thonë unë e di gjuhën turke dhe gjuha turke që ai e Nëse kjo çështja e bisedon? gjuhës turke këto janë dialekte të cilët Jo, kanë do të marrë them, masa. domethënë një miks se gjuhën gjuhëve. që ti e përdor, si që tha edhe asimilimi i zonave të ndryshme, mirë për nuk do të thotë domethënë që është gjuha e pastër ajo që ruhet në fakt në thelb. Kur jemi edhe tek Unë do doja edhe një quiz ta bëj sepse jemi E edhe kemi nga fundi, quizin, po. do ta bëjmë edhe Kemi quizin. një quiz të cilin do ta zbërthejmë Xhengizin nëpërmjet një quizi që e kemi përgatitur miq dashur të shohim. dhe të shikojmë se si do të na përgjigjet Xhengizi në lidhje me pyetjet tona që i kemi përgatitur. Pra raundi i parë quhet Unë dhe jeta ime personale, por e gjithë kjo me humor. A është e vërtetë që Romët kanë më shumë ritëm në gjak se çdo kom tjetër? Po ose jo? Po. Nëse nuk do ishe aktor, do ishe më shumë këngëtar, aktivist në rrugë apo humorist në TikTok? Aktresh. Aktresh. Do rria këtu, por do bësha aktresh. A të ka ndodhur dikush që të befasohet kur merr vesh që je aktor me diplom? Po. Po. Cila është fjala që të shkon më shpesh në përmend kur përmendet fjala barazi? Kur flasim për barazi, equality, cila është fjala që të shkon në ndërmendje? Nuk është për në televizi. Aha. Domethënë do të shash. Sigurisht, sepse është zëri i mbrendshëm. Fakte apo mite për romat? Kështu e kam ndarë këtë. A është e vërtetë që në shutë gjuha rome është zyrtare? Mit. Është gjuhë. A është e vërtetë që romat kanë më shumë doktor dhe artist sot se 10 vite më përpara? Po. Po, domethënë ka filluar. Më pëlqen kjo. A është mit apo realitet që romët nuk duan të shkollohen? Do shta për para 20 vjetë, por tash Por tash jo. Tash kanë dëshirë. tash kanë dëshirë. Shumë e bukur kjo. A të ka ndodhur ndonjëherë që të mos të pranojnë ndonjë audicion teatri apo filmi vetëm se je rom? Po, Të ka ndodhur? po. Shumë Tash të shqetësues, pyesun, ha? po. Po të Ka lutem. ndodhur edhe mund ta fles haptas. Do shta për serialin Prespav, ku ishe i ftohuar nga ana e produksionit, të bëhem pjesë e serialit, por nuk pranova veç një se ma jepshin rolin e Romët. Kalu. Edhe unë asnjëherë, Dhe dëshirojnë që ta bastardonin si personazh, po. dhe pikërisht E ishte kemi dëshira pas jote, serialin, e kemi pas çfarë po. E ndodhur, qartë, e qartë. por unë Po, va. asnjëherë nuk do ta bëj atë Që të marrësh një rol për të diskriminuar komunitetin tënd. Më pëlqen. se unë kam studiuar për aktrim të bëm aktor, jo të bëm rom aktor. Ashtu që artist, ne jemi artist. Ajo është mbi të gjitha. Më pëlqen. Kalojmë tek pyetja tjetër. Nëse do të kishe mundësi të ishe 24 orë ministri i kulturës, çfarë do të bëje kryeministër, për po themi. Romët? Çfarë do të bësha për Roma? Po. Kryeministër, ja, sot je kryeministër. Kryeministër? Çfarë do kishte ndryshuar? Po shumë gjëra. Shumë gjëra. Pikë pare do ta bëjsha një teatr shumë i madh, si është Teatri ri i Tetovës, do ta bëjsha 100 herë më të madh. Se, shiko, kjo është e vërtet. Ne Romët lindemi artist. Si cëlli ditë i Romë din Artist. vallëzohe, aktrohe, Është komuniteti i ahengut, i zefkut, i Ashtu. ritmit, Është. i qejfit. Pse i shikojmë me sy të keq? Domethënë do kishte bërë një qendër kulture shumë të madhe ku hadim ne njerëz le të kënaqemi, të jetojmë. do ta Ne bëjsha presim si... festojmë që të kemi kështu festa të shumta. Po, me besoni se si cilin javë do të kishte. Do kishte si e cilën javë aktivitete me Aktivitete. aheng. Vazhdojmë Valbona me pyetje tjera. Thotë nëse do të mund të luaj një rol që ndryshon perceptimin për komunitetin tënd, cili do të ishte roli? Roli? Tash do t'jetë ki roli me profesorin Suleman Rushiti, përshëndes profesorin Suleman Rushiti. Mendoj se nuk është mirë të flasë, por
do të bëhesh a Supermani i romëve. Se jam me flamurin e Me flamurin e me atë rrotën. me rrotën. Interesante. E bukur, më pëlqen. Tjetër, Kemi ende, më thuaj? kemi pyetje Valvona. Vazhdo, kemi shumë, vazhdo. po. A beson se arti mund ndryshoj paragjykimet më shumë se politika? Po. Si do ta përfiturojë një teatr ku Romët dhe Maqedonasi, shqiptarët, turqi, gjithë komunitetet të ndajnë një skem pa dallim? Mund ta kishim bërë një kështu një institucione që të jemi gjithë komunitetet në të njëjtën edhe të funksionojmë si e më mirë? Po mendoj se po, se për tani shumë aktorë ka që nuk janë të pëlquar. Dhe ndoshta ajo do t'jetë shansa atinve që bëhen pjesë e atit institucionit. Nëse nuk do të kishe një rol në jetë për të luajtur në teatr, cilin rol do të ishe munduar në jetë që ta luaj edhe ta thoje kështu? Babai i nacionalitetit t'ja tregoj të vërtetën. Çfarë i mungon sot Maqedonisë që të bëhet një vend vërtet multietnik në praktik, jo vetëm në letër? Shumë është. Mendoj se Shumë s'keni është. kohë për emision. Kemi Sa kohë, po shumë jemi në është, po minutën e kemi edhe fundit. minutën e fundit, Sa më bukur vjen e shumë përfundua, keq. mirë po pa përgjigje, Unë që besoj ndonjë të që- jemi pa përgjigje për një pyetje të tillë. Do ta kemi sërish Xhingizin, Po, sepse është megafoni i definitivisht. komunitetit rom, mundohet me mishe me shpirt që çdo aktivitet, çdo projekt ta implementon po ashtu edhe tek komuniteti i tij rom. Nëse ma jep një Të fjalë. lutem, po. Kam qenë dhe misafiri i Gjemazis. Edhe ati nuk flishta për një projekt të madh që do ndodhet, por tani mund të flas se është Është realizuar. realizuar. E kam rolin kryesor në një film në produksionin serbe, polanike dhe austro-hungare. Polake dhe Po, austro-hungare. edhe jam i vetmi Shumë suksese. aktor Nga nga Maqedonisë, nga Maqedonia. Kam pasur edhe shumë koleg Falenderoj. nga Maqedonia. Okej. Të dëshiroj Jemi shumë në minutën suksese, e po jemi fundit. sekondat e fundit Pikërisht të për këtë emisionit. arsye do ta kemi Po, edhe në Edhe kjo studio, temë do ta diskutojmë këtë, do ta normalisht. kemi në studio. Xhengiz, faleminderit shumë për ditën. Shumë faleminderit. Urime ishte për kënaqësi. ditën ndërkombëtare të alfabetit rom. Miq dashur, u mundua me një personalitet i cili është një zë i fuqishëm i komunitetit rom, pra të mundohemi që të solidarizohemi të gjithë, të jemi të parafort, të përbashkët, edhe të japim dorën si e cilit. Ne japim fund emisionit. Faleminderit drejtoro, Valvona, faleminderit të gjithë ju që gjithëve. ndatë kohën tuaj të çmuar. Shihemi nesër në një kohë, Ritakohemi në një nesër. vend. Deri nesër, mos mirëmbëjtje.